folur për Spakun që ende nuk është atje ku duhet dhe thash Genci në këtë moment do të jetë duke kafshuar thonjt për të folur, por përtej saj solla në fakt edhe këtë video e cila duket se po thyen një mit, të cilin shumë herë ne dhe kemi komentuar, madje e ka adresuar edhe vetë kryeministri Edi Rama se nuk mund të hetohet dot ai, nuk mund të arrijë dot drejtësia tek ai. Në fakt, përtej për çfarë mund të akuzohet Netanyahu ditët e sotme, po ja tha troç. Pavarësisht me titra në anglisht, unë mund t'i përkthej fjalë për fjalë. Zoti kryeministër, ju po merrni në pyetje në kuadër të hetimeve që bëhen për korrupsion, për mashtrim, për marrje rishveti. Pra, në vetvete ja ku e kemi në zyrën e kryeministrit përfaqësuesin e ligjit që i merr atij dëshmin. Patjetër. Genc? Po, të falenderoj që e bure këtë video. Po. Dhe që kur e pash të botuar në shtypin shqiptar, kërkova biles, po s'patë mundësi mbas të shtypit ta përkthente, që shqiptarët të kuptojnë se sa mite çakullin atë vend. Janë 2 mite kryesore në Shqipëri. Miti i parë është që nuk është parë parti politike që të marrë pjesë në për manifestime, që është mit, se dhe në pendim partitë politike presin njerëz në protesta, dhe miti i dytë është pikërisht ky, që nuk mund të hetohet një kryeministër në detyrë edhe biles u duke rrallë në Shqipëri, u dhan pamjet kur drejtësia spanjolle përpiqesh t'i afrohesh kryeministrit spanjoll dhe atij për shkak të gruas. Dhe ja u sot. Vendi sot i vetëm demokratik në atë zonë të lindjes së afërt apo të mesme si Izraeli. Vendi sot ku kryeministri është hero kombëtar i gjithë historisë së Izraelit që krimi i tij, që është Netanyahu. Që jo vetëm hetohet, që është janë pamjet që sapo dhe, por sot ta di shqiptarët, sot Netanyahu është në gjykim. Po. Ajo që pam ishte hetimi, po që prej Covidit është hapur gjyqi, është në gjykim. Ky gjyq po zgjatet sepse një ndodhi Covidi, pastaj ndodhi lufta pastaj ndodhi ajo 7 tetori i tmerrshëm Hamasi në Izrael, pastaj 12 ditë të luftës në bombardimin e parë i Iranit. Dhe doli prap në gjyq para 2-3 javësh. Pa imagjinoni apo jo Edi Ramën sot? Jo që të hetohesh, por të ishte në gjyq. Kjo është demokracia. Çfarë bën Spaku? E dyta, e dini përse gjykohet, përse hutua dhe përse gjykohet sot Netanyahu? Për korrupsion. E dini për çfarë korrupsioni? Për $230,000 dhurata që ka marrë si kryeministër. $230,000 që ata që më dëgjojnë po qeshin. A që merr në ditë ky joni? Po qeshin. Flasim për tjera standarde në këtej Genci, nuk jemi kaq mizantrop. Ne flasim për vlera milion, miliard. Nuk e fyem kryeministrin e me aq pak, është histori tjetër kjo. Dhe një herë, unë shpreh dyshimin, e shpreh edhe me Basirin para sa kohësh. Dhe pastaj u jam aty, i takon shtypit, e verifikoj. Kam përshtypjen se sot ky Spak i ka të gjithë elementët në dorë të filloj hetimin edhe bides ta mbyll dosjen e Edi Ramës eksakt siç ka bërë drejtësia izraelite me Netanyahu. Por i bien qark e qark se mbase edhe këta të Spakut presin një urdhër apo presin një dritë e shile ndërkombëtare. Nga Washingtoni apo nga Brukseli. Po Washingtoni, ambasada amerikane foli në takimin e së premtes me profesorët, deputet ishin, jo deputet, me kë ishte në takimi i ambasadës amerikane? Ka qenë ministrat e ri. Ministrat e ri. Ministri i Brendshëm, i Drejtësisë, ministrat për parlamentit, pra të gjithë ministrat e ri të qeverisë Rama. Pra fliste me ta Genci. Po Nila, s'më bind Genc burimi që flet nga Parisi, s'më bind. Tashmë unë jam, tu si parizian, si francez, jam tashmë amerikano-skeptik, dhe e dyta, në qoftë ti më nxjerr argument të karteleve, do me thënë që interesi primar i amerikanëve që nuk e fshin, as në Venezuela, as në Iran, se jo me Shqipërinë, që interesi tyre primar është
që kartelit e drogës mos të dëmtojnë amerikanët, edhe nëse gjendet një zgjidhje me Edi Ramën, pse ta prekin Edi Ramën atë? Po. Edhe ky interpretim mund të jetë. Po sigurisht unë jam gazetar, nuk mbyll asnjë portë, nuk mbyll asnjë derë. Sigurisht. Dyshimin e mbaj të ndezur. Ndryshe, nëse ndërkombëtarët nuk vënë në plan të parë interesin e tyre, por vlerat e demokracisë. Dhe ndryshon gjë. Dhe unë se pres nga ky Washington, se ky Washington e thotë cop. Aty ku kam interes veproj, aty ku s'ka nuk veproj. Te pres nga europianë, se këta vënë duke vlerat e paraditura. Janë këta europianë sot që tremben nga kali Trojës. Amerikanët tremben nga kali Trojës. Amerikanët e pa që sot Europa s'po i ndihmon. Gjeshor, Trump do lajmëroj, gjeshor te samiti NATO-s do thotë Trump bye NATO-s. Kështu që unë pres nga amerikanët. Pret nga Europa. Pres nga Europa, së treti. Po. Do ta mbaroj këtë me Netanyahu. Patjetër.